të mbetur diku me pak euro, 3 deri në 5 euro. Që në rastin konkret ajo është dhe më rrezikshme për shkak se vjet të dhënat e bankare, të cilat më vonë mund të keq përdoren dhe që ka një efekt më të rëndë që është dhe i ekonomik të shoqërisë shqiptare, për shkak se kemi mësuar që nga ana e dhënave personale ne nuk na bën më përshtypje, për shkak se është gjë që ka ndodhur shumë shpesh dhe ndodh vazhdimisht në Shqipëri, si me dhënat e akshit dhe me Timsin në Jellbenjen, kështu që u piratuan institucionet që do duhet të na i ruanin këto dhëna, nuk arritën ta bëjnë këtë. Eraldo, ka pasur shumë qytetarë të mashtruar, pra çfarë tregon informacionet më të fundit nga ana e policisë? Jo vetëm për këtë fushatën e fundit, phishing, por edhe të mëparshme. Gjatë ka pasur disa të tilla. Ka pasur disa fushatat të tilla, nëse marrim në nivel të përgjithshëm, po them, mund të kenë qenë me qindra qytetarë të cilët janë mashtruar, për të mos thënë me mira, për të mos egzageruar. Kryesisht janë moshat e kategoritë që bien më shumë prej këtyre platformave. Moshat e treta, sidomos ka qenë një phishing, një mesazh i madh që sikur i vinte, ishte krejtësisht e qartë që ishte me numër afrikan që kishin fituar një shifër, një pasuri marramense që një njohër e tyre në Afrikë ishte ndryshuar jetë dhe i kishte lënë me miliona euro pasuri dhe fatkeqësisht ishin njohur moshat e trashëgimtare. Po, dhe i kërkoi që të paguani një shifër minimale fillimisht që pastaj të trashëgonin këtë shifër. Fatkeqësisht ka rënë pjesë një numër i konsiderueshëm i qytetarëve. Mirë, në këto minuta të fundit duhet kaloj në një tjetër zhvillim, ka të bëjë me policinë, për këtë radhë jo me fushatat mashtruese dhe luftën e goditjen ndaj tyre, por me një rokat që duket se ka nisur në radhët të drejtuese të policisë së shtetit. Cila është arsyeja, cilat janë drejtoritë apo komisariatet e përfshira deri tani? Po, ndoshta fushat mashtruese jo, po një sulm ndërmjet komisariateve të ndryshme njëri tjetrin, po, mund të kenë ndodhur. Po ja të jap një shpjegim. Unë mendoj që policia e shtetit momentalisht është në një fazë shumë negative të saj. Mendoj që përveç faktit që arrestimi ose kalimi në masë i Erion Ismaili, që ishte nëndrejtori i policisë së Tiranës, ka ndikuar në diçka të tillë. Pritet që të ketë edhe ndryshime më të forta në janar, që do të thotë deri tek kupola drejtuese e policisë së shtetit, që mund të ketë ndryshime të rëndësishme, por ndryshimet e fundit në fakt ishin të papritura, nëse marrim sa i përket ndryshimeve të fundit duhet përmend rastin e drejtorisë së Lezhës, që ishte drejtori Altin Mena, i cili u largua dhe më pas nga drejtori i Lezhës u vendos zëvendës drejtor i një sektori të sigurisë publike në komisariatin e Kukësit, që do thotë një ulje shumë e madhe sa i përket pozicionit të tij. Dhe arsyet që ishin bërë këto ndryshime të fundit në polici ishte për faktin që për shkak të pjesës ishte bërë një audit në lidhje me performancën e policisë. Të bën përshtypje, po flas vetëm për këtë rast, duke qenë se e njoh më mirë, të bën përshtypje fakti që ishte përfshirë edhe drejtori i policisë së Lezhës, duke qenë se vetë në Zoti Prota në vitin 2025, në janar të 2025-s, i kishte dhënë një certifikat mirënjohje për punën e tij. Dhe është një person i cili në vitet e fundit ka marrë 3 certifikata mirënjohje për shkak të punës së tij. Prandaj e pash pak të pakuptueshme në lëvizjen e tij, duke qenë se në këndvështrimin tim pra merr certifikata mirënjohje, vlerësohesh në janar të këtij viti nga Zoti Prota, i ka marrë certifikat mirënjohje dhe largohet. Ndërkohë në këndvështrimin tim, paktën si gazetar që ndjek të lëmin e pjesës së kronikës, për mua komisariati i Lezhës, Durrësit dhe Vlorës ka qenë ndër komisariatet më të mira në Shqipëri sa i përket edhe zbulueshmërisë së krimeve, por edhe nivelit të ngjarjeve. Vlora me Durrësin patjetër ka një kriminalitet më të lartë, ndërkohë që në Lezhë nuk ka pasur ngjarje, ka pasur edhe parandalime. Prandaj e pash në mënyrë habitore faktin që u largua drejtori atje dhe nëndrejtori i komisariatit, mendoj që ka qenë pak më shumë një reagim prej tij? Po sigurisht që nuk mund të ketë reagim, sepse janë pjesë brenda strukturës, por fakti që një pjesë e madhe këtyre personave të cilët janë larguar si drejtues të komisariatës kanë shkuar si shef seksionesh në Kukës, kur Kuksi me gjithë respektin për Qarku nuk se ka ndonjë kriminalitet apo ndonjë problematika është madhe, mund të ketë ndonjë kalim ilegal kufirit, diçka të tillë, nuk ka ndonjë kriminalitet ose ndonjë përplasje mes familjarëve. Prandaj e pash me shumë pikpyetje dhe mendoj që është më shumë një sulm brenda rrallëve të policisë se sa një sulm për sa i përket merita. Megjithatë, më vjen mirë për pasuesin e Zotit Mena, sepse është Kujtim Gjoga, është një tjetër oficer karriere i cili merr drejtimin e komisariatit të Lezhës, ka qenë në Shkodër më pas, por besoj që edhe ai do bëjë një punë të mirë. Për ta thashë, mendoj që më shumë se sa i përket pjesës së punës së tyre, në këtë rast është një goditje brenda rrallëve të policisë. Shohim shpesh rokadë në radhët drejtuese të policisë kur ka ndryshim të drejtorit të përgjithshëm të policisë së shtetit, por
në shumë raste edhe kur ndrohet të kreu i Ministrisë së Brendshme. Këtë rokat të fundit e shini të nxitur, të motivuar nga se? Në fakt, duke qenë se policia e shtetit është një institucion i cili vetë administrohet nga ana e drejtuesit lartë të policisë shtetit, është në funksion të tij dhe në kompetencë të tij që të bëjë lëvizjet e drejtorëve të policive të qarkut dhe të drejtorive të ndryshme, e gjej si të gjithmonë e kam parë si të çuditshme dhe si shumë vakante këtë terminologjinë e mospërmbushjes së objektiva, për shkak se është një shprehi shumë e gjerë dhe që le shumë për të kuptuar se kush janë objektiva konkrete që duhet një drejtues policie qarku të realizojë për të qenë ai një konsistent dhe i suksesshëm, sepse në rastin konkret nuk unë mendoj që drejtuesit e qarqeve të tjera cilët kanë realizuar operacione alla Tempulli për arrestimin e 30 apo 40 personave cilët dyshohet për shpërndarje të lëndës narkotike kanë bërë një veprimtari shumë të madhe konkrete, për shkak se kur vjen puna tek lufta kundër krimit të organizuar apo me vërtet problematika kryesore që i përkasin shoqërisë siç janë bandat kriminale, nuk është asnjë nga drejtoritë e qarqeve përveç strukturës së posaçme antikorrupsion kanë kryer ndonjë veprimtari për të vlerësuar apo për të marrë në konsiderat, kështu që në qasjen time është thjesht një lëvizje të cilat vinë në favor apo në interesat e drejtuesit të lartë të policisë shtetit, kështu që si të tilla nuk mund të i gjykoj apo nuk mund të jap një opinion shumë të kthjellë në lidhje me këto veprimtari. Në fakt për të rikthyer sërish mesazheve dhe fushatave mashtruese të vazhdueshme, edhe redaksia jon ka marrë mesazhe të tilla, konkretisht redaktoria Eralda. A mund të votoni për Elirën në një sondazh, është vajza e mikut tim dhe në fund i vihet edhe një link ajo është mesazhi për ta klikuar dhe nëse klikon këtë link automatikisht të marrin kontrollin e telefonit? Kërkojnë ca dhëna tjera, pastaj ca detaje tjera dhe pastaj deri në marrjen e WhatsApp-it. Por shpresoj që Eralda të mos ketë. Eralda sigurisht që nuk ka rënë prej, por ishte për treguar që ka një përhapje në masë të mesazheve të tilla. Thjesht hapja URL-s nuk është problem, problemi është futja informacione të tjera të mëvonshme, të cilat mund të kërkohen ose downloadimi i APK-ve të ndryshme që cilat një pjesë e madhe e popullsisë nuk janë në dieni se çfarë ato mbajnë dhe mund të jenë virus apo aplikacione të cilat vjedhin pastaj dhënat personale të telefonit. Shumë kënaqësi tu kisha në studio. Faleminderit për kohën. Mirë, shkojmë në një hapësirë të shkurtër publicitare, pas pak do të ndalemi në një tjetër zhvillim që lidhet me drejtësinë, pikërisht për komunikimet të Sky dhe EncroChat, peshën që ato kanë pasur dhe vijojnë e pritet të kenë në proceset penale në Shqipëri, por ka pasur një qasje ndryshe i gjykata e kasacionit në Francë, ne do ta diskutojmë pas pak. Çfarë impakti pritet të ketë vendimi që ka marrë në fillim të këtij muaji gjykata e kasacionit në Francë në lidhje me komunikimet Sky dhe EncroChat?